Ka pas në të kaluarën, mirë po ka edhe sot të atyre të cilët deklarojnë dhe thojnë se feja nuk ka bërë asgjë për lirinë e këtij vendi. Me një fjalë, hoxhallarët dhe dietarët nuk kanë dhënë asnjë kontribut për lirinë e këtij vendit. Por kjo është një gënjeshtër e madhe ndaj historisë, mirë po edhe realitetit. Besimtarët nderuar, ata të cilët e besojnë drejt Allahun xhelle xhelaluhu, ata e kanë kuptuar se besimi e ka mësuar se çka është nderi. Besimi na ka mësuar se çka është amaneti. Besimi i drejtë na ka mësuar se çka është përgjegjësia. Besimi i drejtë na ka mësuar se çka është me i qëndru stoik vërtetës përballë një armiku shekullor. Ky besim në Allahun xhelle xhelaluhu na ka mësuar se vendin kur je fetar e ki amanet, por në rast se nuk je fetar, atë dhe dashuria ka me mbet vetëm slogan. Pra ne, si besimtar të këtij vendi, si popull të këtij vendit, që Allahu xhelle xhelaluhu e ka saktuar që ne të lindim në këtë vend, të flasim shqip, ndërsa për fenë e kemi zgjedhur sepse është fej e vetme e zbritur nga ana Allahu te bareke wa taala. Mirë po ne duhet të bëhemi të sinqert. Kush më shumë flet nga mimberi dhe hutbja për dukurit negative, për vlerën që duhet robi besimtar me e dhanë për vendin e tij. Kush më shumë flet se si me urujt nga dukurit negative, nga e keqja që i cënohet këtij vendi, se sa hoxhallarët. Sepse na e kena kuptuar nga fjalët e Allahut dhe porositë e pejgamberit alayhi salatu wasalam se në vendin ku Allahut ka lind, ke obligime. E kemi për obligim çdo cep të këtij vendi me rujt, çdo plam të kësaj pastorie të këtij vendit me rujt. E kemi emanet çdo fëmijë i cili lind dhe rritet m'ia dhon edukatën e duhur, sepse ka armiq të cilët nuk na e dojnë të mirën. Për atë arsye, armiqve tanë ju pengojnë minaret, armiqve tanë ju pengon zanin nga minarja, sepse e dinë se në këtë vend po rriten gjenerata të cilat ja kanë frikën Allahu dhul xhelal. Po rriten gjeneratat të cilat në çfarëdo situate që do të vijë nesër, ata janë përballë armikut i cili e cënon vendin. Ata e dinë, shumë mirë e dinë në historinë se edhe para shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, edhe me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë, edhe ngjarjet të cilat kanë ndodhur më vonë, edhe me luftën e fundit e deri më sot, ata e dinë mirë se kontribuesit më të mëdhaj që kanë qenë ata të cilët ja kanë pas frikën Allahu subhanahu wa taala. Andaj o vëllezër nderuar, me u largu nga këto zona, mos mi ndëgju këto zona, mirë po na vazhdojmë me dhënë kontributin ton, sepse e kemi emanet nga ana Allahu subhanahu wa taala.